Qa bënë? Lëshoj e më të frekventor, Qa është kjo diktator? Pa urdhë! Më tregoni urdhën! Si ndaloni një deputet ty në kuvend? Urdhri, ku e keni urdhën? Ku e ke një që është përjashtuar? Ku e keti? Më tregosh shkresën, ku e ke? Ku është vendimi? Si ndaloni një deputet të ty? Do mbani përgjegjësi, për këtë do mbani përgjegjësi. Më tregoni urdhën. Mos më shty. Mos më shty. Më tregoni urdhën, ku e keni urdhën? Vendim, më tregoni vendimin. Atë çmendurim, duhet futesh në kuvend nga dhunë. Tani besoj se sot u vut në dieni për çfarë ndodhi jashtë parlamentit dhe më lejoj t'u them që çfarë po bëni këtu është kriminale. Është kriminale, zoti kryetar, nuk e di a më dëgjon apo jo. Kemi përpara vendimin e sekretariatit për përjashtimin 30 ditor të Agron Shehajt në datën 22 qershor. Data është 23 sot dhe e ndaluat pas i vendim tjetër kryetarin e një partie që ka marrë 50.000 vota dhe nuk e doni në këtë sallë. Tani, a mund ta thoni se çfarë është kjo? Ky është parlamentarizëm? Të mos lejosh deputetin të vit bëj detyrën e vet? Kështu do e shtyni gjithkohës? Më thuaj një shkresë që e ke lajmëruar, që nuk është sot. Si ka mundësi ta bëni këtë gjë? Madje, Tauland Balla e tha në stancën e kaluar që e pres Shehajin të vi sot se mbaron dënimi dhe shpik një lloj marifetesh. Pranojeni të paktën që këtë parlament e sill vërdall Tauland Balla dhe prokurori Manja. Ta dim të paktën të merremi me ta dhe jo me ju. Se nuk është normale kjo gjë. Nuk është fare normale. Dhe fusti punojës të gardhës që ta marrin zvarr. Nuk është parlamentarizëm ky, zoti kryetar, nuk është as pak parlamentarizëm. Dhe çfarë po ndodh në këto kushte rrethimi të këtij parlamenti është pa ashtu e rëndë. A e pyesni veten ju se çfarë po ndodh apo jo? A e pyesni vetëm se kanë dalë njerëzit në protestë? Sepse u ka dalë boja. Jeni të diskredituar. Që pasi vodhët popullin më të varfër në Evropë dhe pasi u kapën hajdutët nga Veliaj, nga Ahmeta, nga Balluku, donë edhe në mbrojtje të tyre. Tani keni gjetur dhe një teori tjetër. Doni që t'i bëni të gjithë pis dhe u thoni njerëzve që të gjithë janë të korruptuar. Jo, u ka dalë boja. Dhe këtë parlament të paktën ruajani fytyrën, nuk mund ta marrë peng parlamentin Tauland Balla. Dhe zoti kryetar, jo vetëm që do mbani përgjegjësi, por sulmi ndaj një deputeti, një kryetari partie, që ka marrë 50.000 vota dhe mungon në seancën plenare për të shprehur vullnetin e tyre, është një shkelje rënde kushtetutës dhe ju këtë e dini shumë mirë. E dini shumë mirë të gjë. Prandaj, do ishte në dinjitetin tuaj të jepni urdhër gardës dhe kryetari i Partisë Mundësia Shehaj të vinë në seancë. Ju e dini shumë mirë që përjashtimi 30 ditor që ishte i padrejtë ka përfunduar. Keni shpikur ekstra procedurë për ta mbajtur jashtë parlamentit. Dhe kjo nuk është normale dhe do mbani përgjegjësi penale për këtë gjë. Faleminderit. Zoti Shehaj, ju lutem, dhe zoti Kapri, ju lutem mos keq informoni edhe seancën edhe opinionin publik lidhur me çështjen e dënimit të zotit Shehaj, sepse është shumë e qartë në rregullore, mjafton të lexoni nenin 65.3 dhe e merrni përgjigjen. Mos flisni pa lexuar rregullore. Nuk ka asnjë lloj shkelje të drejtë, madje shkresërisht nga shërbimet juridike të kuvendit është bërë edhe, po se keni marrë do ta merrni, s'ka rëndësi, është nisur, është në protokoll. Me protokoll është nisur shkresa, ku sqarohet se si kalkulohen ditët në bazë të rregullores. Ju lutem mos spekuloni sepse pastaj prodhohet dhe debat artificial kot. Kemi dhe një replik nga zoti Klevis Balliu lidhur me fjalën e zotit Çavushi. Jo, i mbyllën për procedurë nuk kam. Vetëm replik, zoti Manja, ju keni kërkuar replik se procedura është mbyllur. Zoti kryetar, e para nuk mund bëhet rregullorja parlamentit si doni ju. Deputetët janë regjistruar për procedurë, kemi drejtën për replikën, unë kam 2 replika, se s'ma dha deshpar kur ishte Llambadari. Tani nuk ma dhat atëre, tani ma dhat për replikën e dytë. Unë kam 2 replika. Dhe replikat e mia lidhen me këtë protestë të qytetarëve
të cilët po dhunohen barbarisht dhe ju bëni sigur nuk po e shikoni. Urdhroni o zotëri se nuk janë fjalë që po gënjejmë ne. I keni bërë gjak. Ja ku e keni këtu. I keni bërë gjak. Dhe punojësit e policisë që i çoni ju atje mish për top, që të mbrohen parat, që vjedhin këta i dut këtu, nuk është normale. Edhe ata të tëriqen, sepse i çoni ju mish për top, që të vjedhin këta këtu për plasën ata atje. Pse policët volën 4.2 milion euro këtu për Kenya West, ndërkohë që Altini nuk gjetet dot në spital një tub për çunin e vet që nuk ushqej dot. Kurse 4.2 milion euro i morët nga emergjencat. Zjarret nuk i fikni dot, se s'kemi helikopter, s'kemi këtë, s'kemi atë. 4.2 milion euro Kenya West. Dhe për këtë dalin ata. Dalin se s'ka ilaçe në spitale. Dalin se nuk gjen dot i vend pune. Dalin sepse keni shpikur brezin pa shtëpi. Se pastroni paratë e drogës në ndërtim. Dhe nuk kanë 3 shtëpi sot ku të fusin kokën. Se ka shku metri katror 5.000 euro. Dhe prandaj dalin protest. Dhe në vend t'i dëgjoni, qa bëni i gjakosni. Vend t'i dëgjoni, i gjakosni, i burgosni, i idhni gazin. Dhe këtë keni bërë me demokrat, me socialist dhe kushdo që ju ka dalë kundër. Një ish ministre ju doli kundër, gjëja parë që bët i qut tatimet. Çdo njëri që ju del kundër, i dhunoni. Për këtë kanë dalë atje. Thoni më fal, dëgjojni, shpërndani parlamentin, të shkojmë zgjedhje të shohim sa ju vlen lëkura. Faleminderit. Zoti Manja. Në fakt, replikën e kam me disa deputet këtu që dëgjoj që ma kanë përmendur emrin si një shembull të një politikani të sulmuar për shkak të mendimeve, opinioneve dhe qëndrimeve të saj. Dua të them me plot gojën se edhe përpara protestës, edhe gjatë protestës, unë kam folur për reformimin e pushtetit, kam folur për nevojën për vetë korrigjim, kam folur për nevojën për të kaluar nga sistemi personalizimit ekstrem të pushtetit te sistemi institucioneve, kam folur për vetë pastrim, kam folur për luft kundër korrupsionit, kam folur për administratën, kam folur për nevojën për të kuptuar që ky është një moment historik që ndan një epokë në një tjetër sa i takon demokratizimit mëtejshëm të Shqipërisë. Kam folur për më shumë përfaqësim brenda partive politike dhe në sistemin politik. Kam folur për nevojën për ta ndryshuar këtë sistem politik dhe këtë sistem zgjedhor i cili ka prodhuar një banalitet sot, nuk ka qenë kështu atëherë kur marrëveshja është firmosur, ka prodhuar stabilitet, po sot nuk prodhon më asgjë sepse njerëzit janë të papërfaqësuar dhe janë në rrugë dhe këtu s'ka as deje ideologjike, asgjë përveç se nevojën e njerëzve për të shpalosur veten në bazë të besnikërive përkohshme. Kanë folur për institucione shtetërore që përdoren, instrumentalizohen kundër njëri dhe tjetrin me besimin e madh se ne kemi gjithë fuqinë për ta ndryshuar këtë. Dhe unë po ju bëj juve pyetje, po ti Klevis, po ti Orida, po ti Tomor, po ti Belind, po ju të gjithë, madje, po ti Sali, po ti doktore, ke fuqinë të hapësh rrugën dhe të demokratizosh edhe partinë tënde dhe ta çlirosh opozitën nga Përfundoni, lutem. që personalizon pushtetin. A e ke fuqinë të bëhesh pjesë e një ndryshimi që nuk i takon një partie, po i takon të gjithve. Koha ka ardhur. Unë kam besimin që shumica dhe Partia Socialiste e ka këtë fuqi. Dhe asnjë nga sulmet e asnjë lloj bedeli politik të njërit apo tjetrit apo të tjetrës nuk më ndal dot te kjo se s'kam asgjë për të shehur. Asnjë bedel, asnjë njeri që përdor pushtetin, asnjë njeri që mendon se në emër të njërës apo tjetrit mund të dëmtoj politikisht, njerëzisht, familjarisht dikë, nuk do ta dali sepse do hiqet si apandesit. Nga kjo shumicë dhe nga politika. Liza Plumbesha në botën e çuditërave nuk meriton asnjë përgjigje. Kjo është replika ime ndaj saj. Kurse sot, problemi më madhor është barbaria që është ushtruar ndaj protestuesve.
një njeri gjendet po lufton për jetë në urgjencën e spitalit, i kanë thye brit dhe shkaktuar pneumotoraks, i kanë krijuar, ja kanë dëmtuar kafkën dhe kanë futur në komë cerebrale, ndërkohë që këtu herojt e vërtet shpallën terrorist. Nuk ka seancë më të padenjë se kjo seancë në historinë e këtij parlamenti. Edhe njerë ky parlament ka vetëm një rrugë të shkri vetën e vetë, mbasi në mënyrë absolute nuk përfaqësoni vullnetin e qytetarëve. Kjo është e gjithë replika ime ndaj plumbeshës në botën e çuditërave. Ju lutem, ka radhë, ka dhe balancë ndërmjet grupeve. Ju lutem mos ndryni, prisni do t'ju vi radha. Të gjitha këto janë thënë edhe janë stërthënë. Dhe ajo që duhet thuhet tani, dhe nuk do ta personalizoj, po të them nuk janë ligjet problemi, nuk janë mënyra se si ne interpretojmë sistemin, por është mungesa e guximit problemi kryesor i cili sjell edhe pasojat tjera. Mungesa e guximit civil, mungesa e guximit politik, integriteti për të qëndruar atëherë kur mendon se gjërat duhet ndryshoj, dhe jo sepse je në opozitë dhe duhet patjetër të nxish kundërshtarin me çdo kusht dhe me çdo çmim, por sepse ke guximin së pari të bësh analizën e shtëpisë ku je. Dhe unë besoj që ne nuk duhet analizojmë protestuesit, as duhet i linçojmë, as duhet merremi me ta, as duhet i akuzojmë, përkundrazi, ne analizën nuk duhet ta nisim nga kundërshtari, por duhet ta nisim nga vetja. Dhe sërish po e pyes, e ka guximin Sali Berisha ta ndryshoj sistemin elektoral që e mban atë në kryet një partie që e ka frikë dhe asgjë tjetër. E ka guximin deputetët e rinj për të cilët kam respekt disa prej tyre ti thonë boll ma, se nuk është ko bajlozësh, se ka 35 vjetë që lozin bajlozin, unë dhe askush, dhe mbajnë peng partit politike, e kanë guximin apo jo që të çlirohen nga bajlozi, po apo jo, dhe a i vetë, a i ka aq sens, sepse Shqipëria i ka dhënë gjithë shka, e ka bërë kryeministër, e ka bërë president, e ka vënë në krye të vendit, a ka i guximin thot, koha ime ka mbaruar dhe nuk ka më nevojë për heronj, por ka nevojë për njerëz normal që drejtojnë këtë vend, dhe për ca të tjerë që kanë guximin të thonë boll. Kaq, e ke apo se ke guximin flamur, se këtu bën trimin foltore, e ke guximin të kuptosh kur koha ka ndryshuar. Koha ka ndryshuar dhe nuk fal askënd. I krizës së rëndë që ka pluar vendin, i revoltës më të fuqishme popullore nga vitet 90, qëndron në faktin e thjesht, por themelor, se ju nuk përfaqësoni qytetarët, se ju nuk keni legjitimitet, se ju nuk keni ardhur nga vullneti tyre i lirë, por jeni produkt monstruoz i kontrollit me të gjitha mjetet e krimit të vullnetit të qytetarëve shqiptarë. Edi Rama, kreu i juaj, akuzohet kontarisht dërkontarisht se në 140 fluturimet e tij ka transportuar tonelata euro, mundet dhe drogë, dhe ju refuzoni Komisionin Hetimor Parlamentar, refuzonit përballje me dokumentat
që faktojnë se në fluturimet e ti, a i ka transportuar valigje diplomatike më shumë se të gjithë qeveritë europianet marrës bashku. Ju nuk përfaqësoni qytetarët, por përfaqësoni njeriu, i cili sa po u bë kryeministër në raportin e OSBE-dirit, OSBE-s, u tha se kishte transportuar në bankat offshore 200 milion euro. Ju nuk përfaqësoni qytetarët, por përfaqësoni njeriu që u bë kryeministër me sarajet e tij të Surrelit, me piramidën e vërtet ku deklarohet se është bler toka me 2 euro në kohë kur ishte çmimi minimal 25 euro, kur vetëm pigmenti i vilës i sarajeve ka kushtuar mbi 100.000 euro, ku janë përdorur teknologjitë dhe materialet më të kushtueshme. Përfundoni, lutem. 8.500 metër katror. Ju në përfaqësoni qytetar, përfaqësoni njeriu që në martesë mori një pallat 5 katësh. Në pajt pas një faturë tatimore doganore çfarë do lloj. Dhe që kur institucioni i LDKP-s nisi hetimin në mënyrë antikushtetuese shkarkoi atë. Ju nuk përfaqësoni qytetar, përfaqësoni vjedhjet monstruoze të zyrtarëve, përfaqësoni vendimet e tij për t'i dhënë vllaut të vet 38.000 metër katror, për t'i dhënë karnës së tij në mes Tiranës 4.500 metër. Ju nuk përfaqësoni qytetarët, përfaqësoni vjedhjet e tij për të plaçkitur pasuritë publike në mënyrën më të pamëshirë. Përfaqësoni 140 milion euro të vjedhura tek djegësi Tiranës, të zhdukura. Përfaqësoni 600 milion euro të përvetësuar nga familja e tij dhe ai me Ergysa-Gasin dhe akshin e tij, lindat e tij. Përfaqësoni dosjen Balluku, edhe ty, mbesh, ty nuk të hangri parimësia, po ty të hangri lubia, se ishte me fortë se ti. Mbesh, je sinqert me vetën tënde, se unë dhash një paralemrim, kur na erdhe e veshur si nuse këtu. Para se kujtove se ishte ditën e fundit. Harrove se ajo do bëjë dita e fundit e jotja, po vazhdo. Përfundoj koha, zoti Berisha.